Se më sa personazh ka qenë tek për Katifasin, diçka e tillë. Ky është një personazh me të cilin unë kam debatuar shumë ashtë për në disa emisione televizive në Athinë, sepse sa herë që ftonin mua në panelet e diskutimeve për çdo problem që kishin emigrantë shqiptarë ose edhe atëherë që vazhdonte lufta në Kosovë, Lambi Haralambos Karathanos ose Babi Karathanos ishte ai pullaci që dilte gjithë në himar, tani kishte vende flok, kishte mirë flokët tani, se janë bërë, doli mod tani bëjnë flokët të lasët. Dhe është një nga antishqiptarët më të egër që mund të ketë, është një mashtrues, një bandit, një gënjeshtar, një njeri pa personalitet, dhe del dhe thot, në dje ka folur shumë në televizion, bashkë me një Sava Kalenderidis, një gazetar tjetër, dhe ai nga veriu i Greqisë, janë këta pondët, që janë me mbiemër Idhi, në fund me prapashesin Idhi, këta janë të tërë pond. Dhe janë antishqiptarë të smeshëm, sepse kanë trashëguar një urrëtie të pa diskutueshme nga pushtimi turk, që edhe neve na quajnë turqin e muslimanëve shqiptarë, dhe për atë kanë urrëtie të jashtëzakonshme. Plus, edhe teoria e Megalides, që kanë grekët, por është dhe termi Voloepir që u shpik në 1914, nga ai që futi Lefter Venizelos. Dhe ky thot, në Shqipëri thot jetojnë 500.000 emigrantë. Pse thot 500.000? Ka një të drejtë ai që thot 500.000 minoritarë. Sepse ai thot 500.000 minoritarë. Po, sepse i quan minoritarë që të gjithë ata që kanë vajtur në Shqipëri dhe në mënyrë më të pacip kanë ndryshuar emër mbi emër. Ata s'janë më shqiptarë, ata janë shqipolës ata që kanë ndryshuar emër mbi emër. Sepse po të ishin shqiptarë, do ta mbanin emrin mbi emrin në Greqi, ashtu siç e mbajta edhe Unzaçi Islami për 15 vjet, më tha njëri. Pra shqiptarët që kanë shkuar në Greqi për të jetuar, për të punuar për shkak të vështirësive, janë bërë grek, paroj, janë bërë grekër. Ai quhen minoritar. I quhen minoritar sepse janë pagëzuar në kish. Dhe kisha dihet që ka binomin ortodoksia dhe helenizm janë bashkë, thonë, janë binjak. Avokat, atje mund të jetë emigrantë edhe nga Mirdita, nga Kuksi, nga Shkodra, minoritarë tani në Mirdit? Të tërë po kanë marrë emri Vasil, Thanas, më thithë thash, të tërë pa përjashtim janë bërë minoritarë. Ata e kanë listat e minoritarëve. Dhe ata atë listë qojnë në Europë, në Bashkimin Evropian. Dhe ai Beleri, ai Balashi, që e bënde deputet ata, pikërisht këtë mbronë, por nuk ne kanë fajnë ata. Unë nuk I bë faj as Karathanos. Po çfarë përfaqëson, avokat, çfarë përfaqëson ku Karathanos? Ka ndonjë shoqata, bën pjesë, më duket agregarë. Po shoqatën e Voloepirotëve, valla. Ai është kryetari, dikur ka qenë kryetari I rinisë Voloepirit, tani shoqat I komplet Voloepirit. Mos e kemi shpallur në gradën e këtë avokat në Shqipëri pas astyre të Kacifasit apo gabohen? Kush ta shpallin në grada? Agentët e Greqisë që qeverisin Shqipërinë, jo zotëri. Unë na qeverisin agentët grek. Si do të shpallin atë në grata? Ku t'ja mban? Pa dhe ta shpallin në? Pa. Dhe ai del dhe thot atje, Kacifa thot e vran atë djalin Kacifa thot, duke qenë në xhiro në rrugë, I pa cip. Kacifën e pam të tërë që ishte me kallash në dorë. Unë nuk jam për vrasje. Unë jam për... Po tjetër çfarë thoshte tek emisioni, sepse greqisht nuk di. Ka folur shumë, ka folur për tokat e tyre, për pronat e tyre, për uzurpimin që u bë qeveria shqiptare pronave, se I quan pronar dhe minoritarë himariotët. Himariotët I quan minoritarë njerë, komplet 7 fshatrat himarës. Edhe Sarandën edhe, kemi dhe 2 bashki, thot, janë bashki Voloepirote në atë në Dropull edhe në Finiq. Pra, ne na kanë tradhtuar shqipolësit zotëri, dhe unë u bëj thirrje atyre zotrinjve që dalën për televizione dhe flasën kundër kësaj qeverie, nuk I vën pikat mbi, që ata bëjnë sikur flasën kundër qeverisë, bëjnë sikur shajnë
E shajnë tërë ditën Edi Ramën dhe Sali Berishën, po nuk e kam dëgjuar as Edi Ramën, as Sali Berishën të dalën t'i thonë, orti zotëri, hajde që këtu. Kush je ti? Kë përfaqëson? Çfarë Ai nuk po është thua? linja zyrtare greke. Ndoshta për këtë arsye s'merren me të. Karathano është, jo, kam për këtu në Shqipëri, unë atë i thash tani, po. Karathano patjetër që është linja zyrtare. Po ti ke ministrin e mbrojtjes që ke grek. Që s'kon më tutje. Ministrin e mbrojtjes Shqipërisë e ke grek zotëri. Jemi të tradhtuar. Pik. Shqiptarët po shkojnë drejt vdekjes. Bajni mend këtu që u them sot. Po shkojnë drejt vdekjes fizike, jo më vdekjes se vdekjen morale, ekonomike, qytetare kështu e kanë bërë me kohë, po shkojnë drejt vdekjes fizike. Avokat, ndoshta tani që të shkoj Spiropali nga data 16 dhjetor duhet në Greqi, mundet t'i ngrej këto çështje. Vërtet e ke? Po ti jenë gjeni lufte me Greqinë, më çfarë do ngrën? Ata Po thonë s'kan kur ajo. lufta ka mbaruar, është një relik e vjetër, tani si qëndron kjo, dhe gjen një luftë edhe në NATO. Është ligji në fuqi ai zotëri. Nuk është relike, jo. Relike e quajnë këta, pa vlerë e quajnë këta. Po pse se rrëzon parlamenti grek atë ligj atëherë, se është 1940-s. Nuk është ligj i sotëm. Dhe ata e mbajnë fuqi. Pra ne, ore shqip, po keni sy në ballë të shikoni apo s'keni, se më detyron që të flas shumë ashpër. Ju gazetarët, pse se ngrini problemin e heqjes së ligjit luftës? Përse? Përse duhet ai ligj? Përse Shqipëria nuk ndjehet? Por na gënjejnë, jo mua s'u gënjejnë do se unë e di që s'ka vajtje në Bashkimin Evropian dhe s'ka dhe Bashkimin Evropian. Por kanë 35 vjet që gënjejnë shqiptarët do të çojmë në Evropë, do vemi në Evropë, edhe hase na bën presion Greqia, e s'na lë të vemi në Evropë. Dhe që të na lërë Greqia, të jap votën Greqia për të vajtur në Evropë, ne Greqisë duhet të japim gjysmën e Shqipërisë. Ky është fakti real. Ky është fakti real i pakontestueshëm. Dhe të dalë një politikan shqiptar, unë sfidoj tani nga ekrani juaj, të dalë një politikan shqiptar të më thotë kundërtën. Po ndoshta duan detin avokat, jo tokën, po detin. Detin e kanë marrë se u adha vetë Sali Berisha, u adha dhe zyrtarisht. Plaku do gëzboru, ore ne na komandojnë, na qeverisin tradhtare dhe bandite dhe palaço njerëz. Avokat, po duket sikur ne jemi brenda asaj aleancës se Greqia na kontrollon edhe qiellin, hapësirën ajrore, kështu që gjërat mund të jenë çik më ndryshe. Jo kaq zi. Absolutisht më keq akoma. Shumë më keq. Këta bën që hoqën avionët nga qarkullimi. E shkatruan mbrojtjen ajrore, kundërajrore shqiptare. E shkatruan dhe nga raketat, dhe nga avionët, dhe nga artilleria. Kundërajrore që ishin. S'kemi mbrojtje kundërajrore neve. Greku vjen e bështitoj qefi këtu. Po toksore, që dronë toksore, ka një garnizion andej për shembull nga deri në shkullin. Jo, s'ka nevojë se ka një garnizon shumë të fuqishëm në Kalpaq, poshtë Kakaviis ata. Jo, a kemi ne për të mbrojtë? Jo, ne s'kemi. Ne nuk kemi. Ne na qarmatosëm. Na qarmatosi Bilderbergu në funksion dhe në interes të Greqisë. Pik. Kjo është. Pra jemi keq nga veriu, keq nga jugu, avokat. Po është marrë vendimi që duhet të zhduket populli shqiptar. Është marrë ai vendim. Po na tjetërsojnë, nuk i bjen kot këta racat e huaja që vinë që andej. Sepse ata kanë ardhur këtu, ata do çiftohen, do pjellën. Dhe do quhen vendas ata që lindin këtu. Pra të ndryshua popullsia, përbërja, s'ke më komb shqiptar. Ke ca idiot që fluturojnë me termi që o sa mirë me qenë shqiptaraj. Ku je shqiptar, more të raftë damlar mund që është kokës tuaj. Ku je shqiptar ti, qa shqiptari je ti që nuk mbron dot veten tënde dhe tokën tënde dhe qiellin tënd. Po çfarë ka ai avokat kur ju e tha që janë këta kupola shtetërore që i bën këto? Ai tani ta përmbysin kupolën shtetërore, ta përmbysin, të ngrihen ta përmbysin, kaq e thjeshtë është. Pastaj të detyruar nga nevoja janë larguar jashtë vendit, sa në Greqi, sa në Itali, tani është bërë globalizëm totalisht, jemi gjithë dhezë dhe motra, kështu duket edhe. Jo, si jemi vëllezër e motra, ne jemi secili kombësh me vete, nuk thotë Serbi jemi vëllezër e motra. Paskon Serbi pranojnë kështu aziatik, asnjë, ose afrikan, jo. Ne jemi mbushur me aziatik e afrikan. Që nga Filipinit kanë ardhur, gjeta në luftë të Kurveleshit të Nivicës, gjeta një çift
Filipinezës që ishin në mbrojtje të ndërtesave që ka bërë Tërmet Peçi atje. E kuptoj se deri ku kemi arritur. Ata ishin burrë grua. Që nga Filipinet në majt Kurveleshën në Këndërvic, në Luf, të Pelena si të Kurvelesha si të din të tërë. Jemi shitur, hapni morsyt, jemi shitur u them. Por jemi shitur, jemi tradhtuar. Nuk ka më shqiptar. Dhe unë i bithiri ati që dele flet gjithë një në sauk, të dalë të mbroj këto, të dënoj këto çështje edhe të mos u thot shqiptarëve do mirni prona e do mirni hotele e do mirni Gorica Pikla se gënjen tër ditën. Avokat, nga gjitha bisedat që kanë bërë, ju jeni i vetmi personazh që si para kameras edhe pas bisedat e keni të njëjta dhe troç. Tani të lutem më thuaj ku na shikoni në 2030 në Shqipërinë. Te bisedat të vetë, është YouTube apo? Ska më Shqipëri. Ska më Shqipëri, mund të ketë në hartë, por shqiptar s'ka më. Ka vetëm një popullsi kozmopolite të tjetërsuar, të shkartisur, të asgjësuar me fjalë të tjera. Pra, ata pas pararësit tanë s'kalën rrasë mrapa, s'kalën pasardhës mrapa. As Isa Boletini, as Hodoni Vica, as Qobo Golëmi, as ai Qelo Pecari, as një s'ka, as këta të veriut, bajraktarët dhe burrat e veriut që mbronin Shqipërinë, as ata s'kan lënë parë mrapa, hiç jemi tjetërsuar. Unë jam rudiment në këtë shoqëri këta dish. Unë jam i veçantë. Jam i veçantë dhe jam me kosto të rëndë, të lartë shumë. Unë këtë qëndrim që mbaj në mbrojtje të vendit tim, e kam me kosto shumë të lartë. Domethënë, unë pres nga dita në ditë që të vinë ndonjë ditë të më vrasin. Kush do të vras avokat? Brenda apo jashtë? Brenda, jashtë, ku të vetër, s'dal do t'jashtë, po, se s'kam lek të lëviz, po. Jo, e kam fjalën prisi që t'ju vinë nga jashtë, apo nga brenda? Jo, nga qeveria ime, nga shqipfolësit e mi. Kjo është, tu jemi. Shqiptarë nuk do ketë më në 2030. Ajo është agenda 2030. Të prishen kombet, të prishen shtetet, të bëhet një qeveri botërore, i kemi thënë disa herë së themi më. Esa. Avokat, faleminderit shumë për bisedën dhe uroj që viti tjetër nis me shpresë dhe me entuziazëm për ndryshuar diçka dhe fjalët tuaja të jenë ndërgjegjësuese për gjithë ata që dëgjojnë brenda dhe jashtë vendit. Ashtu sigurisht dua ta përfundoj në emër të publikut, të falenderoj shumë për bisedën, për komentet e drejta. Dhe lidhur me këtë fjalë të ndët fundit se ti kur mbyll bisedën atëherë më hap një temë të re mua. Korbi kishte nxjerr zogjt, po zogjt e Korbit kur dalin nga veza deri në një muaj janë gri, pastaj nxihen. Dhe e pyetën në shpezët e pyllit. I thanë, i nxorë zogjt, i nxora, tha, po si duken, i thanë, për mrekullit zotit, tha, sa po vjen nxihen. Kjo është Shqipëria. Mesazhi ishte mjaft i qartë. Avokat, faleminderit shumë. Edhe unë faleminderit ty. Mirupafshim.